Shikues të emisionit Unico, rikthehemi sërish në shtëpinë e motrës Bledi Anxhës dhe te kunali Nikola Tolkuçi. Por rikthehemi edhe një herë për atë që biseduam në herën e parë për emrin, mbiemrin dhe firmën. Di, shkrim dhe këndim Bledi Anxho dhe ai ka firmosur ai apo jo ato thënie të cilat ne ja u lexuam atë ditë. Përshëndetje sërish. Kësaj radhe vim jo vetëm me thënjet, po vim edhe me firmat, të cilat pretendohet që janë të Bledi Anxhës. Duam t'i shikoni. Ju e njihni Bledin shumë mirë që në vogëli. E keni rritur vetë. Dini realisht se çfarë di të shkruaj apo s'di të shkruaj. Ju thoni s'di fare të shkruaj të lexoj, apo jo? Absolutisht. Tani ta marrim me radhë, kemi disa proces verbale, të cilat pretendohet se i ka firmosur Bledi Anxho. Një është proces verbali i janë dy proces verbale të një si person që ka dieni për veprën penale, është ky proces verbali këtu, është shikoni pak. Është proces verbal i datës 17/6 ora 16:30. Në këtë proces verbal, këtu thuhet urdhëro, është këtu, e kemi nxjerrë dhe urdhëro. Ky shkrimi këtu, emri me, shifeni pak lutem. Nuk është e Bledit. Bledi nuk di ta hes firmën, nuk di të shkruaj. As të lexoj, as të shkruaj. Po. Kjo është më së vërtet, edhe këta nuk e luan topi, që Bledi është analfabet fare në kuptimin e plotë të fjalës. Këtë lloj shkrimi me shkronja të mëdha. Di ka shkruar ndonjëherë Bledi? Asnjëherë. Tani, të pranishëm në këtë, se duhet jemi shumë transparent, të pranishëm në këtë marrjen pyetje Bledi Anxhës, në këtë cilësi, si person që ka dieni fillimisht se ndërpritet, është oficeri i policisë gjyqësore Mariglen Beqo dhe OPG-ja Klau Ogrenaj. Na del kudo Klau, po gjithsesi s'ka problem ta shtjelloj. Është e shkruar nga Bledi Anxho kjo? Jo, pa diskutuar, jo. Po këto shenjat kështu? Ato mund t'i ketë vënë, por janë kështu si valzime, si sharë. Si dhëmbë share, po ato mund t'i ketë vënë Bledi, po të shkruajë absolutisht. E pam pra këtë të parë. Po. Tani do shkojmë ke proces verbali i dytë, ku Bledi Anxho pretendohet se është marrë në pyetje në po të njëjtën datë, por tashmë në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetim. Dhe bëhet fjalë për një proces verbal të hartuar në orën 20:20 të mbrëmjes. Dhe këtu ka firmë, urdhëro, këto sharra që nuk korrespondojnë me atë që ishte më përpara. Dy të njëjta. Okej. Tani pyetja ime është këtu. Ka një shkruar, urdhëro, shkruhet sërish Bledi Anxho. Shife pak lutem. Është proces verbal tjetër. Atëherë në nënshkrimin e parë shkruhet Bledi Anxho, këtu shkruhet Bledi Anxho. Po, janë shkrime të ndryshme, nuk janë të urdhëro, nuk janë fare të Bledit. Në këtë proces verbalin tjetër, Bledi Anxho të dashur shikues, emrin e tij nuk e shkruan më me T, sipas pretendimeve të oficerëve të policisë, po e shkruan me D. Shikoje pak si është. Shikoje pak. Është me D. Po, e pash me D. Në një mënyrë nuk është firma e tjetër. Jo firma jo, edhe shkrimi i emrit. Shkrimi, sepse në këtë proces verbal duhet t'i lexosh dhe duhet t'i firmosësh në dijenin tënde. Nëse s'di duhet të kesh një person të afërm, apo jo? Po. Ose në pranitë e avokatit këtu dhe këtu ke ky proces verbal për kontrollin personal të të arrestuarit është i kontrolluar i Bledi Anxho, që e shkruan emrin e vet tashmë jo me T, po me D, dhe me një firmë që nuk përputhet prapas me atë dhëmëzimin më Vangjush Mekshi, i pranishëm, nuk e lexojmë dot se kush është personi dhe punoj sidomos sigurimit. Tani dita shkruese po e përsërisim shpesh. Absolutisht. Këtë do me thënë se me kompetencën të plotë dhe nuk e luan topi, që nuk di të shkruaj asnjë lloj fjale. As të deshifroj, as të shkruaj. Këtë e them me kompetencën më të plotë. Se e di se çfarë njeriu kam. Ato të firmës, po dy të njëjta nuk ka. Tani kemi një proces verbal tjetër.
është ai i dyti, ku Bledi Angjo ndryshon dëshmitë dhe na thuhet në relacionin përmbyllës që Bledi Angjo dhe Tina Paolari nuk kishin se të binin kontakt me njëri tjetrin dhe Beftas Bledi Angjo kujtohet në 11 gusht, i afërmi juaj, të t'ju thot hetuesve se në atë ngjarje ka qenë dhe Tina Paolari, po unë kam harruar ta them se kisha frikë nga Valdermollaj. Tani në këtë proces verbal të kësaj date, 11 gusht 2022, ora 11:45, ka shkuar avokati që ju keni zgjedhur. Po, Si e ka? Lorik. Urdhëro ku jemi tani. Personi në hetim, shikosh me shkrimtore, thuhet, lexoj pak lutem zoti Nikola, Bledi Me te ka bërë Po. në nënshkruar nga avokati. nga avokati. Pra, personi në hetim këtu, shkruar, dhe kjo firma, shiko si është kjo Po. thëmzimi, kjo nuk përputhet as me ato të tjera, po Do me thënë, këtë du ta nxjerrë në katër eksperti. proces verbale nuk ka të njëjtën version firme. Tani, Bledi Angjo këtu është shkruar me të vogla. Shife zonja Ma, më vona, shkruaj. atje ishte shkruar me të mëdhaja. Tani Bledi Angjo nëse dinte të shkruante emrin e tij me të mëdhaja, pa sa shkrimi i bukur ishte ai. Këtu shkruajmë dhe thuhet këtu e ka shkruar emrin avokati. Pse duhet ta shkruante avokati? Ke fol me avokatin për këtë pjesë? Më thënë, si ka ndodh? As e kam bitur bilet, tani po i shkoj të që të nënshkruaj avokati. Jo, ka nënshkruar sepse thotë Jo, as e kam bitur. s'të ka thënë gjë? Jo, absolutisht. Po që për proces verbale të datës 17, ku ai vetë inkriminohet dhe thotë kemi marrë pjesë gjitha unë, Walter Mollaj, Edlir Mollaj, pse janë të rëndësishme këto? Në Sepse- 17 nuk ka qenë ky avokat. Po, Ka qenë një avokatit tjetër, një Alfred Thomo, Se kam e dje. Ai. Por, avokati juaj që keni aktualisht, ka marrë djeni për proces verbale të datës 17. Po, se ky ishte avokati i shtetit në seancën e parë. Gjysor. 17, 19, 19. si binte kështu 19, se isha dhe vetë atje. Pra, Nuk u ndodha të Okej. fotin në sallë, po tani i ka bërë përshtypje, si ka bërë përshtypje fare që ky Bledi Angjo pas ka shkruar kaq bukur emrin e tij atëherë dhe pas ka ka bërë firmosur dhe si ka lexuar. Unë e kam thënë, ore, as ditë shkruaj, as ditë lexoj, as Po çfarë ka deshifroj thënë? numra. Pastaj vonë tha që e kuptova tha që ditë shkruaj, që duket kur ka vajtur në Peqin, që kanë marrë që ka thënë ditë shkruaj, edhe Në ka shkruar. këtë marrjen pyetje, me datën 11 gusht burgun e Peqinit, sërish protagoniste është Klau Ogrenaj, oficer e policisë gjyqësore, Leonard Ndreka, Po. që në tek proces verbal i parë nuk është i pranishëm, është Mariglen Beq. Dhe i pranishëm Lorik Zeqo që ka shkruar emrin e Bledit, ka shkruar dhe emrin e tij dhe ka firmosur. Tani, e kupto sa paradoksale është gjithë kjo histori. Nuk e kam ide në datën, çfarë data ishte, s'më bie ndërmend, po ka qenë diku. Tetor duhet ishte. Kur më thirrën në drejtori e policisë, Leonard Ndreka dhe Klau Ogrenaj. Po. Për një intervistë. Po. Ata pyetën unë për re. Edhe atë i kam thënë që Bledi nuk di as shkrim, as këndim. I kam shkuar disa herë në Peqin, nuk më ka thënë asgjë. Ata më thanë që me ne ka biseduar, na i ka treguar të gjithë ljarën detaje. Po mirë, pse s'është e regjistruar? Ata pretendojnë se ka një intervistë Tina Paolarit me datë 22 qershor. Pse Bledi Angjo nuk është i regjistruar? Se Tina Paolari është marrë 4 herë pyetje. Këtë nuk e 17, di. 22, Po 4 këtë dhe ma 5. thanë, që ne na i ka Po. shpjeguar situatën në detaje, i thashë, mua s'm ka polur Po asnjë mirë, s'të gjysmë shkojmë fjalë. mendja, s'të shkojmë mendja të pyesur ku si ka firmosur ideal. Të tregoj një Jo, ai tha, Ha. e pash, i thash unë ai, Po. di as shkrim as këndim, as deshifroj numra, dhe i shpjegova dhe numrin e telefonit, e kam Çfarë blerë unë me, po. po, këta e pashta, që nuk di të shkruaj të lexoj. Kaq më thanë atje. Çuditërisht, në të njëjtat kushte me Bledi Angjo, Bledi Angjo deklaron që s'ka bërë asnjë klasë shkollë. Po, e vërtet, Është Johnson Potka, Johnny Johnny Potka. Potka. E njeh Johnny Potka? e njeh. E njeh. Si e njeh Johnny Potka? E njeh, do me thënë, e kam mjetur që djanë këtë vogël dhe e di kujt është dhe Okej. ti nga emri, Johnny Potka i jep një deklarim me datën 19 shtator 2022 ora 9:30 dhe deklaron që ka 2 klasë shkollë. Jo, dhe çfarë ndodh në këtë proces verbal?
sërish Klau Ogrenaj dhe thuhet deklaruesi, shikojnë dashur shikues, shikojnë edhe jo të lutem. Thot deklaruesi Xoni Potka, po emri I shkruar nga babai dhe i nënshkruar nga vetë deklaruesi. deklaruesi. Babai Lutfit Potka. Pra, në rastin e Xhoni Potkës, që nuk di ka shkrim me këndim, po që ka 2 klasë shkollë, vjen babai i pranishëm, një afër, një njeri besueshëm, se kush do ta deklarojë? Po. E kupton? Kush do ta lexojë proces verbali? Se si mund, se gjithë pyetja është çka ka firmosur, çka ka deklaruar, ë? Po, atje bjen tëra ato pasaj. Në nënshkrimi është ajo e fundit. Se shiqa thot në 155 dhe 160 kodit procedurës penale të cilat bëjnë fjalë, thot vetë proces verbal, për rregullat e dëshmisë dhe thot kërkuat të tregoj gjithçka që di për rrethanat të veprës penale dhe personat të cilit i atribuohet vepra penale, si dhe pasi u paralajmërua për përgjegjësinë penale që ka nëse bën deklarim të rrem para oficerit policisë gjyqësore, duke dhënë shpjegime që i di se janë tërësisht ose pjesërisht të rreme apo fsheh fakte e prova, thuhet në bazë të neni 305 fraksion B i kodit penal, dënohet me burgim deri në 6 muaj. Po pra, nëse bën deklarime të rreme, fakte të rreme, apo shton të dhëna, si mund ta di se çfarë ka shkruar oficeri i policisë? Ai në të prizme jo i papërgjeshëm, po i di. Domethënë ata mund të kenë shkruar ç'të duan, edhe ti thonë bërë një firmë. Po që emrat e shkruar nuk janë të bletit. Këta Ja. kjo është më se e sigurt. Jo, pyetja tjetër është nëse ai s'ka firmosur, s'di të shkruaj emrin, kush e ka lexuar proces verbali dhe kush e ka parë që ato që i kanë lexuar janë realisht në letër? Kush mund ta ketë marrë në pyetje nga organet kompetente? Lejohet pra mërë. Si nuk lejohet kjo gjë. Unë që ditën e tretë, që u bë seanca, që u dha arrest me burg, qëllova atje, bisedova dhe me gazetarët. Pse nuk më tha njeri, për shembull se njeri, ore, ti je familjar i Bletit, që doli në televizor. Si nuk i intereson njeri, se ti familjar i Bletit? Të më thërisi, po më thërë që mua në tetor. Si që ka vatër baba i Xhonit, të vija dhe unë, si familjar. Që për sa shkrushe, dija u përsa si pesha. Jo të paktën Isha informuar. i të mbrojtë të drejtat, ose ti ishte Valbona e motra, ose ti e kunati, që ato që po i thoshte, të ishin realisht ato të shkruara. Se pikpyetja e madhe sot është që a ka qenë Bledi Angjo në atë ngjarje? A ka marrë pjesë Bledi Angjo në vrasje? A ka favorizuar Rajtina Pajollarin tek dëshmia e parë dhe pastaj e ka ngarkuar duke thënë që ka qenë? E kupton sa komplikuar është zoti Nikola? Dhe jemi po bëhen 3 vjet në qershor. 3 vjet. Dhe ne nuk dim tani çka ka ndodhur me këtë proces. Më e mira e mundshme do t'ju këshilloj mos kishit frikë fare. Bëni të kallëzim dhe të kërkoni të drejtën tuaj kush ka firmosur në emër Bledi Angjo. Ekspertizat sot e nxjerrin të vërtetë. Kush ka shkruar emrin e Bledi Angjos disa herë me datën 17? Janë disa shkrime që me sy të lirë i pedhe vetë. Pa ja suggestionuar unë. Duken qenë shkrime të ndryshme. Bledi Angjo e shkruan, nëse di, do ta shkruaj emrin e vet me të siç e ka, Bledi. Po njëri e shkruan Bledi, tjetri Bledi, tjetri pak më të harkuar, tjetri më të strukturuar. Edhe tëra shkrimet nuk janë të një dore. Nuk janë të një dore, që ke shkodur Nikola. Më shumë e rëndësishme, pse është e rëndësishme kjo për të ngjarje? Autori një ditë të zbardhë. Por që mos ta mbani ndërgjegje dhe ju, mund të shkoj 1 vit, mund të shkoj 2 vit, mund të shkoj edhe 10, se në këtë Shqipëri jetojmë ku njerëz të pafajshëm e njerëz të fajshëm nga ndetur jashtë, të pafajshëm kanë qëndruar brenda. Po për te çdo dyshimi të arsyeshëm, që ju mos ta mbani ndërgjegje. Ju këshilloj të bëni një kallëzim. Në Tiranë dhe të zbulohet kush të gjitha oficerët që kanë qenë atë natë me datë 17, kush ka firmosur, kush ka shkelur procedurën dhe të thot prokuroria, jo këto prokurorë që kanë hetuar ngjarjen e vrasjes Martin Çeçës. Se ju po e shikoni dita ditës se çfarë fakte shpo dalin. S'pardhin se çfarë ka ndodhur në të vërtetë.
Çfarë është bërë me Bledi Angxhun atë natë? Po. Ercole. Bëhet edhe jo bëhet. Pa frikë, ta thash edhe herën e kaluar. Korça nuk mund të jetë republikë e pavarur apo autonome e Shqipërisë. Duhet funksionojnë dhe individ saktuar brenda sistemit të drejtësisë në Korçë nuk mund të funksionojnë si pashallar dhe njerëz që mund të bëjnë çfarë të duan me qytetarët edhe të shkelin të drejtat themelore të njeriu. Nëse Bledi Angxhu ka qenë në ngjarje, të marrën dëshkimin e merituar dhe të vuajë dënimin. Nëse Bledi Angxhus janë kompromentuar letrat, janë firmosur zonja Valbona pa dita i shkrim dhe këndim, dhe si një vëndjeni ju, dhe janë vënë në gojën e tij fjalë të pathëna, atëherë e vërteta duhet të dalë. Pa mbrojtur askënd, nëse të katërt këta që janë dënuar, duke përfshirë dhe dini janë fajtor, të vuajnë dënimin, se është një fiktim, por nëse nuk janë dhe kanë se ju keni jetuar dhe në kohën e komunizmit, unë kam lexuar, nuk e kam jetuar. Vështirë gjej raste të tilla ku kompromentohet dhe firmat, e kupton dhe emrat. Qytetarët mund ta ndihmojnë. Po të ndodh kjo në 2025, shumë herë. Për mendimin tim. Ja kam parë intelektin, sa i afteshtë edhe kam bërë kanë dashur. Pas intervistës që bën bashkë, e takuat Bledi Angxhun? Po. Shkuat? Po. Po, vajtët. Vajtën të dy me burë. E pyeta. Të parë e pyeta nga shëndeti, si dukesh, si je. Ke pasur dhe një konflikt aty brenda, do një shqetësim. Jo, tha motër. Trego të drejtën që të dalësh. Me dhejnë kam qenë motër. Me dhejnë. Ikja në mëngjes vinja më darë. Pa të deklarime? Ato deklarime. Asnjë nuk ka nga goja e Bledit, nuk janë të keqe. Nuk janë nga goja e Bledit, edhe nga dorë e Bledit nuk janë, se nuk di ai. Nuk u di. Ercole. Dikush thash, kam thënë në intervistën e parë, dikush e ka ditur këtë situatë në Marianë. Që ka intimiduar të njerëz, Bledin edhe Martinan. Marta. Po për Bledin, që mund të avërtitin si të dojnë. Të thonë që duan edhe adi ka thënë Bledi dhe të firmatin. Për këtë jam i sigurt, Bledi me ato shkrimet e para. A keni zbuluar po se? Është sigurt të ketë qenë me universitet. Jo unë jam në shkollë të mesme, nuk di ta shkruash ashtu. Nuk di ti them ato lloj fjalësh absolutisht. Jo ti thot Bledi me. Kjo është dikush e ka shtrënguar që ose ka shkruar që kanë dashur edhe firmos Bledi, po jo. Të thot Bledi ato fjalë. As ti firmos. As ta shkruaj emrin e tij. Pra jo s'bën fjalë që të shkruaj emrin, po dhe të fjalosin në atë mënyrë. Nëse këto janë atëherë, kush e vajti në gjyq? Bledi Angxhu në deklarimin e parë hiki nga ato deklarimet gjatë fazës së hetimit. Në deklarimin e parë që është marrë pyetje ka thënë nuk kam qenë unë. Një javë më vonë, 10 ditë më vonë, dikush e zbulove dot ku shkoi në burg dhe instruktoi dhe ngrihet dhe thotë, po unë kam qenë. Kam shku unë dhe më morën me zorë. Nuk më ka treguar. Kjo është në deklarimin e dytë, më morën me zorë dhe pastaj Bledi Angxhu ngrihet po prap gjatë dhënies fjalës mbrojtësve dhe thotë kur kishte mbaruar pretenca prokurorisë më radh, si jam unë, nuk kam marrë pjesë unë. Tani ç'a ndodh me këtë histori? Duhet ta zbuloni se ka shumë rëndësi. Po ku ta zbulojmë ne më kush atë na zbuloj ku? Ku e ndjekim do të mërti Spartakët të punë? Ku ti drejtohesh? Që të blosh të punë? Që këto janë tëra thjesht, nuk janë të Bledit, shkurt, muhabeti, nuk janë të Bledit, e pa diskutuar. Kush e ka intimiduar Bledin të thonë atë mënyrë? Edhe kush i ka vajtur e kush e ka marrë në pyetje sa instruktorë polici ose polici gjyqësore? E zënë Valbona po qanë, është e rëndë. Shumë e rëndë. Katër kokën? Një orë e parë të malerojnë, se nuk ka kisht për asë një gjë. Nëse me shpirt edhe me 100%, nuk është. Po,
paktën se kush ka shkuar e ka takuar në burg, pasi ka dhënë deklarimin e parë, mund ta zbuloni. Me i kërkesë burgut Drenovës, i thonë kush ka ardhur e ka takuar. Djalin. Ka qenë në Peqin. Jo, kur ka qenë në gjyq, gjatë fazës gjykimit. Ta lëm hetimin para prap. Po flasim kur ka qenë në gjykim. Kur ka qenë Peqin? Në tetor 2024, ku ka qenë? Këtu ka qenë. Atëherë kush e ka takuar në burg, nuk ka rëndësi ku. Nëse ka qenë këtu në Drenov, të merr një informacion kush e ka takuar. Në deklarimin e parë thotë jo, gjatë gjykimit. Pastaj vjen 10 ditë mbrapa thotë po. Po thotë atë pon vetëm një fjali të shkurtër, nuk jep as 10% të këtyre që ka thënë këtu messenger, komunikime, xhelozie me radhë. Bledi Angel nuk duhet merret në presion në pyetjet. Merret me qetësi, të merret të flas hapur çfarë di dhe Bledi Angel të mbaj përgjegjësi për aq sa ka bërë nëse ka bërë. Nëse s'ka bërë, të lihet i lirë edhe t'i kthehet familjes e të vazhdoj punën diku tjetër, se nuk mund të vazhdohet. Është të mërshme, zoti Nikola. Por ju lutem, mos keni frikë. Ja u jap këtë mesazh edhe për qytetarët tjerë, mos keni frikë. E di që njerëzit e thjesht ndihen më të pambrojturit në këtë vend, njerëzit më të papërkrahurit, mundohen një individ brenda strukturave shtetërore, ti intimidojnë, ti bëjnë presion, ti joshin, edhe ti përdorin të gjitha mjetet së bashku. Ju lutem, mos bini pre dhe kërkoni të vërtetën tuaj, cila do qofte. E ju falenderoj shumë për bashkëpunimin, megjithëse vonë, së bashku në të bashkëpunim për të vërtetën dhe kam edhe i thirrje për Lorik Zeqën. Të lutem, zbardhe të vërtetë, i ke hyrë kësaj historie që nga fillimi, i ke qëndruar kësaj historie që nga fillimi. E ke marrë përsipër ta mbrosh Bledi Angel deri në fund. Të lutem, do t'japësh një shpjegim këtyre familjarëve, Bledi Angel, gjithë opinionit publik dhe qytetarëve të Korçës, çfarë ka ndodhur me Bledi Angel. Gjatë gjithë hetimit, çfarë presionesh janë bërë ndaj kujt, në çfarë mënyre, çfarë është ofruar, se çfarë është ofruar na ka thënë Nikola Tullkuç. Është ofruar mos kallëzim krimi, lehtësi për mos u dënuar për vrasje. Nga kush janë ofruar këto garanci dhe zoti Lorik, me gjithë respektin që kam shumë për ty, kemi folë bashkë disa herë gjatë ditëve të para të hetimit për kësaj ngjarje. Nuk u interesova asnjëherë kush e firmosi proces verbalin e parë. Si ka mundësi ky djalë që s'dinte të shkruante të lexonte, i është shkruar emri në 3 mënyra të ndryshme dhe me 2 lloj gërmash të ndryshme të emrit të tij, Bledi e me radhë. A janë të vërteta këto deklarime? Çfarë të lidh ty me Klau Ogrenej, me Olivisin, me Vangjush Mengshin dhe nëse ke pas konflikt interesi, a mund ta deklaroje që në fazën e parë të hetimeve dhe ta dini dhe familjarët dhe nëse s'ke pas, atëherë na trego çfarë ka ndodhur gjatë gjithë asaj periudhe. Duhet ta keni parasysh gjithë. Kjo ngjarje një ditë të zbardhë para ligjit, po kjo ngjarje të zbardhë edhe para Zotit, sepse po flasim për një viktimë dhe nga ana tjetër po flasim për padrejtësi të bëra gjatë procesit hetimor. Apo jo? Siç po e vërteton tani.